Përshëndetje të nderuar shikues, në vazhdim po japim lajmet e orës 15. Pas takimit me emisarin Sorensen, presidentja Vjosa Osmani ka vlerësuar se Kosova meriton trajtim të barabartë në procesin e dialogut dhe në rrugën drejt BE-s. Kosova është dëshmuar tashmë si pala konstruktive në dialog e angazhuar për paqe, demokraci e sundim të ligjit, prandaj mbajtja e masave të padrejta të BE-s ndaj vendit ton po i dëmton jo vetëm qytetarët tanë, por edhe balansin e nevojshëm në dialog, ka shkruar Osmani. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen ka thënë se gjatë takimit me kryeministrin Albin Kurti është biseduar rreth mënyrës se si mund të ecet përpara me procesin e dialogut. Ai këtë zhvillim e ka quajtur fillim i mirë. Në një adresim të shkurtër për media, Sorensen ka deklaruar se procesi i dialogut ka sjellë me vete shumë zhvillime në të cilat duhet punuar. Derisa është pyetur për kompromise, ai ka thënë se kjo u takon palëve ta përcaktojnë. It's an introductory meeting and we were having a conversation about how the process can continue and can move forward. Ishte një takim hyrës dhe po bisedonim se si mund të vazhdoj dhe të ecë përpara ky proces. Si i tillë është një fillim i mirë. Po objektivi është sigurisht që procesi të vazhdoj dhe të ecë përpara. Tani për tani objektivi im është të flas me njerëz dhe të kuptoj se ku qëndrojnë ata në lidhje me këtë çështje. Kam bashkëbisedues këtu në Prishtinë, por gjithashtu duhet të shkoj edhe në Beograd. Dhe pasi të kem zhvilluar këto biseda, mund të ulem dhe të vlerësoj se ku ndodhemi. Por është shumë e qartë që procesi i dialogut ka sjellë disa zhvillime të rëndësishme dhe ne duhet të ndërtojmë mbi to. Dialogu ka të bëjë me sigurimin që palët të takohen. Nëse kjo do të thot kompromis apo jo, këtë e përcaktojnë palët, por dialogu ka këtë qëllim. Dhe kjo është ajo që kemi bërë që nga viti 2011. Sa i përket pyetjes së dytë mbi institucionet, ne duhet të punojmë dhe të sigurohemi që njerëzit të marrin shërbimet në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe kjo është ajo që do të përpiqemi të bëjmë. Një grabitje armatosur ka ndodhur sot në Veternik, ku si pasojë ka mbetur i plagosur një person. I plagosuri është dërguar në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës në gjendje të rëndë. Në QKUK kanë thënë se i plagosuri është në gjendje të rëndë dhe se ai tashmë ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjike. Zëdhënësja policisë Flora Ahmeti ka thënë se cak i grabitjes ka qenë një furgon që po transportonte para. Hetuesit policorë në koordinim me prokurorin janë duke ndërmarrë gjitha masat e nevojshme për identifikimin dhe arestimin e dyshuarve, si dhe për zbardhjen e plot të rrethanave të rastit. Ngjarja ka përfshirë edhe të shtëna me armë ku një person ka mbetur i plagosur rënd. Viktima është dërguar më njëherë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku është duke marrë trajtim mjekësor dhe gjendja e tij është përshkruar si shumë e rëndë. Është sjell një i plagosur me armë zjarri në qendrën emergjente. Është duke u trajtuar tani. Janë duke u kryer ekzaminimet e nevojshme dhe pritet të intervenohet në sallën e operimit në qendrën emergjente nga ekipet e anestezionit dhe kirurgjisë. Gjendja e pacientit është shumë e rëndë. Rastin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës, ku sipas zëdhënëses për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti dyshohet që rasti të ketë ndodhur gjatë një grabitje të armatosur ndaj një grupi punonjësish që po transportonin para. Sot rreth orës 10:30 kemi pranuar informatën për të shtëna me armë në lagjen Veternik në Prishtinë, ku është plagosur një person. Bazuar në të dhënat e deritanishme, rasti dyshohet se ka ndodhur gjatë një grabitje të armatosur ndaj pjesëtarëve që po siguronin një furgon që po transportonte para. Edhe një person tjetër ka mbetur i plagosur dhe është në gjendje të rëndë, deklaroi drejtori i emergjencës në QKUK Naser Syla. Gjendja pacientit të dytë është po ashtu shumë e rëndë, për momentin është në sallë të operacionit. Hetuesit policor janë duke ndërmarrë masa për të identifikuar dhe arrestuar të dyshuarit, ndërkohë që janë duke hetuar këtë grabitje për të zbardhur plotësisht rrethanat e saj.
Profesori i së drejtës ndërkombëtare Besfort Recaj, duke komentuar vizitën e Petër Sorensenit në Kosovë, të deleguarit për bisedime Kosovë-Serbi, tha se është më tepër njoftuese për rrjedhën e dialogut. Recaj theksoi se dialogu nuk pritet të nisë paku deri në muajin maj, marrë parasysh zhvillimet e fundit në Serbi dhe gjithashtu mos formimi i qeverisë Kosovës. Recaj trajtoi çështjen e antarësimit Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe mundësinë e krijimit të një tribunali për krimet serbe në Kosovë. Bisedën me profesor Recaj ne zhvilloi kolegu Shtelzen Lakna. Profesor Recaj, vizita e të deleguarit për bisedime Kosovë-Serbi, do të thotë në Kosovë, çka presin nga kjo vizitë? Unë besoj që kjo do t'jetë më shumë një vizitë njohëse, duke qenë se tash ne kemi ndërmjetësuesin e ri, dhe kjo është vizita e parë e tij në Republikën e Kosovës dhe rrjedhimisht unë besoj që ky do t'jetë më shumë një takim prezantues, por gjithsesi takimet e para luajnë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në vendosjen e një, themi ashtu, mirëbesimi të ndërsjell dhe që pak a shumë do ta determinoj, pra do të ketë një rol determinues në marrëdhëniet e institucioneve dhe përfaqësuesve të Kosovës vis-a-vis ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian. Dhe gjithsesi unë besoj që aty do të diskutohen edhe çështjet tjera të rëndësishme se deri ku ka ardhur procesi, synimet e palëve, problematika e dialogut të normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë e të tjera. E përmendet njoftimet, por marrë parasysh situatën aktuale kur në Kosovë ende nuk ka një qeveri, si mendoni se do të zhvillohen bisedimet me Serbinë? Dhe ka vend për bisedime? Po, unë besoj që do duhet pritej deri në formimin e qeverisë së re, mirë po ekziston rreziku tash sidomos që i kemi ngjarjet në Serbi, të cilat po zhvillohen tash e 4 muaj me protestat e studentore, cilat mund të ndikojnë në stabilitetin e qeverisë po ashtu në Republikën e Serbisë dhe rrjedhimisht ne mund përballemi në muajin maj potencialisht me zgjedhjet në Serbi dhe rrjedhimisht kjo po ashtu do të ketë impaktin në shtyrjen e një zhvillimit të një dialogu të mirëfill, sepse një dialog të tillë dhe finalizimi i dialogut që do të kulminonte me normalizimin e plot marrëdhënieve Kosovë-Serbi, që do të nënkuptonte pranjohjen e Kosovës nga Serbia, do duhet të kishte një qeveri legjitime dhe të freskët nga të dyja anët. A çaloj dialogu? Deri më tani çka u arrit? Po, ka çalu dialogu në vazhdimsi, të paktën që nga viti 2015-16 e tutje kemi veç se çalime, mirë po kjo është theksuar sidomos në 5-6 vitet e fundit. Pra nuk kemi ndonjë lëvizje shumë konkrete që nga marrëveshja e Washingtonit, pra që ishte nënshkruar në vitin 2019 dhe si duket palët kanë hyrë në një rreth të ashtu quajtur vicioz me fajsime të ndërsjellja se duke ja lënë fajin njëna tjetrës pra për çalimet në dialog. Marrë parasysh ndryshime në SBA dhe Bashkimin Evropian, ndryshimet politike kanë fjalën, njëkohësisht a mund të kemi edhe ndryshim në qëndrime drejt formimit të asociacionit komunal shumë i serbë në Kosovë? Unë nuk besoj që ka ndryshime në qëndrimet e partnerëve tanë ndërkombëtar sa i përket krijimit të asociacionit dhe rrjedhimisht kjo pak a shumë varet edhe nga ne, sa ne jemi proaktiv dhe sa ne jemi të gatshëm që të ofrojmë zgjidhje reale, të pranueshme dhe ligjore, në kuptimin pra që çfarë do strukture e cila krijohet brenda Republikës së Kosovës, të krijohet në kuadër të normativës së lejuar kushtetuese, pra që të jetë në tërësi në harmoni me kushtetutën. Dhe unë besoj që kjo është e mundur dhe nevojitet një dialog dhe një proaktivitet më i madh nga ana e Kosovës.
Në seancën e shqyrtimit fillestar të akuzuarit për spionazh për Agjencinë Serbe të Sigurisë dhe Informacionit Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi janë deklaruar të pafajshëm lidhur me akuzën për spionazh, ndërsa i akuzuari Muharrem Qerimi pranoi fajësinë për vepër penale armbajtje pa leje. Me që përsëri brenda muajit u sollën duar lidhur në gjykatoren e gjykatës themelore në Prishtinë, Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, të akuzuar për spionazh në Agjencinë Serbe të Sigurisë dhe Informacionit, radha ju erdhi të deklarohen rreth fajësisë, por që të dy mohuan të kenë kryer këtë vepër penale, përderisa Qerimi pranoi fajësinë për veprën penale armbajtje pa leje. Plotësisht jam i pafajshëm. Mirë, shkruaj. Plotësisht e konsideroj veten pafajshëm. A e pranoj fajësinë, nuk e pranoj? Nuk e pranoj fajësinë për veprën penale dhe spionazh. Nuk e pranoj fajësinë për veprën penale dhe spionazh. E pranoj fajësinë. Ndërsa për veprën penale? Armbajtjes pa leje, pra. Armbajtjes për mos i kontroll. E pranon fajësinë. Pranimin e kësaj fajësie, prokurorja e rastit Fikrije Fezullahu kërkoi nga trupi gjykues që ta miratoi. Ky pranim duhet të pranohet dhe i propozon gjykatës që të merr akt vendim për pranimin e fajësisë, me që ky pranim fajësie është në përputhje me dispozitat procedurale, filluar nga fakti që nga fillimi ka pasur mbrojtje dhe ka pasur mundësi që mjaftueshëm të konsultohet me të. Pranimi i fajësisë u miratua nga kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Rahman Beqiri, i cili nxori akt vendim që shpallja e akt gjykimit për armbajtje pa leje të shtyhet deri në përfundim të çështjes penale. Pajtiminin 242 paragrafi 8, në paragrafi 8.1, nxjerr këtë akt vendim. Shtyhet shpallja e gjykimit për të akuzuar Muharrem Qerimin për veprën penale, mbajtje pronësi, kontroll ose posedim pa autorizuar të armë deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale. Seanca e kaluar e shqyrtimit fillestar në këtë rast gjyqësor ishte ndërprerë me kërkesë të akuzuarit Bedri Shabani, i cili kërkoi afat shtesë për lexim të aktakuzës. Prokuroria Speciale e Kosovës më 19 shkurt të këtij viti kishte ngritur aktakuzë ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, të cilët i ngarkon se kanë mbledhur dhe dërguar informacione e dokumente tek Agjencia Serbe e Sigurisë dhe Informacionit, lidhur me ushtrinë çlirimtare të Kosovës, e prorët e pjesëtarët e saj, policinë, Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, Inspektoratin Policor të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka ngushëlluar sot familjen e ish-presidentit Hashim Thaçi me rastin e vdekjes babait të tij. Në emër të qeverisë Kosovës dhe timin ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta juve, dashamirëve të familjes suaj dhe miqve të ish-presidentit Hashim Thaçi, thuhet në telegramin e ngushëllimit. Në letër ngushëllim thuhet se Haxhi Thaçi do të kujtohet gjithmonë për urtësinë e tij, respektin për të tjerët dhe dashurinë e madhe për vendin. Haxhi Thaçi, i cili vdiq të dielën, ishte i shtruar në qendrën klinike universitare pasi ishte në gjendje të rëndë shëndetësore. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka shprehur ngushëllime për vdekjen e babait të ish-presidentit Hashim Thaçi, shkruan mediat. Haxhi Thaçi do të kujtohet si njeri i mirë, i urtë, i ndershëm dhe i respektuar, si babai përkushtuar që rriti dhe edukoi fëmijët me vlera të larta, si ishte presidenti Hashim Thaçi, i cili si drejtor i drejtorisë politike të UÇK-s dha një kontribut madh për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, ka shkruar ndër tjera organizata në telegramin e ngushëllimit. Të njëjtën ai u vizitua nga Hashim Thaçi, të cilit leje për vizitë i dha gjykata speciale, e cila po gjykon për krimet të pretenduara të luftës. Me rastin e vdekjes së babait të ish-presidentit Kosovës Hashim Thaçi, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka shprehur ngushëllime. Haradinaj tha se Baca Haxhi e mbylli jetën duke e lënë pas një histori të tërë sfidash e sakrificash, por ndarja e tij
Sipas Haradinajt vjen në një moment edhe më të rëndë për familjen Thaçi. Në këtë ditë zije, familja Thaçi po përballet jo vetëm me humbjen e njeriut të tyre të dashur, por edhe me mungesën e Hashimit, i cili me bashkëluftëtarët e tjerë po mbron luftën e shtrenjtë të UÇK-s në Hag, ka shkruar Haradinaj. Ceremonia e varimit të Haxhi Thaçit, babait të ish-presidentit Hashim Thaçi, do të mbahet nesër në orën 15 në fshatin Buroj, njoftoi komuna e Skenderajt. Ende nuk dihet nëse gjykata speciale do të jap leje Hashim Thaçit për të ardhur nga Haga në Kosovë. Korniza ligjore e dhomave të specializuara të Kosovës u mundëson personave të paraburgosur që të bëjnë kërkesë gjyqtarëve kompetent për arsye detyruese humanitare. Gjyqtarët do të vendosin për kërkesa të tilla, tha Michael Doyle, pa treguar nëse do t'i mundësohet Thaçit të marrë pjesë në varimin e babait të tij. Ceremonia e varimit do të mbahet nën përkujdesjen e kryetarit komunës së Skenderajt, Fadil Nura. Nesër pritet të mbahet ceremonia e varimit të Haxhi Thaçit, babait të Hashim Thaçit, megjithatë ende nuk është bërë ditur nëse këtij të fundit do t'i lejohet prap pjesëmarrja në varim, ndërkaq avokatët shpresojnë që të hapen dyert e qelisë, nëse jo për varim, atëherë për ceremoninë e të pamjes. Ceremonia e varimit u caktua, por e pasigurt vazhdon të mbetet prezenca e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, në lamtumirën e fundit me babain e tij Haxhi Thaçi. Disa kërkesa morën dritën e gjelbër nga gjykata speciale e të tjera u kthyen mbrapsht, por kjo e fundit ende është në adresën e kësaj gjykate. Korniza ligjore e dhomave të specializuara të Kosovës u mundëson personave të paraburgosur që të bëjnë kërkesa gjyqtarëve kompetent për arsye detyruese humanitare. Gjyqtarët do të vendosin për kërkesa të tilla. Ditë më parë, ish-presidenti Thaçi takoi për të fundën herë pas shumë kërkesave prindin e tij në QKUK, atu ku ai po merrte trajtim për një periudhë të gjatë. Por avokati Ardian Bajraktari shpreson për mundësinë e daljes së Thaçit nga qelia për të marrë pjesë edhe në ceremoninë e varimit. Natyrisht referuar dispozitave të ligjit për dhomat e specializuara dhe mbi gjeta rregullore së procedurës dhe të provave me theks veçantë rregullës 56 paragrafi 3 sipas të cilit për shkaqe të arsyeshme humanitare mund të lejohet një vizitë nga ana e dhomave të specializuara. Prandaj vlerësoj që në kontekstin e rrethonave konkrete, pjesëmarrja në ceremonitë e varimit natyrisht të mend që hyn në domenin e rrethonave të arsyeshme dhe bindje humanitare për çka do të mund të lejojë një vizitë e tillë, edhe unë besoj dhe shpresoj që gjykata speciale do të reflektojë në raport me një kërkesë të tillë dhe rrjedhëmisht i mundsohet pjesëmarrja në ceremonitë e varimit të babait të ndier ish-presidentit Thaçi. Në mes të pasigurisë kur vendimi i gjykatës speciale mund të përcaktojë shumë çka, Amer Alia nga Fondi për të Drejtën Humanitare vlerëson se nëse nuk i lejohet Hashim Thaçit të marrë pjesë as në ceremoninë e varrimit e as në të pame, kemi të bëjmë me shkelje të drejtave të njeriut. Po në rast se nuk i lejon, sigurisht që ka shkelje të drejtave të njeriut, por besoj që në rast se nuk e lejon sot, do ta lejon një ose dy ditë me një herë pas, ashtu siç e ka patur praktikën në rastet e kaluara. Besoj që gjykata duhet ta vlerëson kërkesën me profesionalizëm dhe të merr një vendim pozitiv. Haxhi Thaçi vdiq dje në moshën 83 vjeç dhe pritet të varroset nesër në orën 15 në varrezat e reja të fshatit Buroj, Skenderaj. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna ka kërkuar që të shtyhet vendimi për shtrenjtimin e energjisë elektrike spaku për një vit, pasi sipas tij vendimi është marrë në kohë të shkurtër dhe nuk ka pasur kohë që bizneset përgatiten. Rafuna ka thënë se në takimin me bizneset, kërkesa e tyre ka qenë që të shtyhet ky vendim, si dhe që institucionet e Kosovës të subvencionojnë sektorin e prodhimit. Numër shumë i madh i biznese, afro 100 biznese, më të mëdhajat dhe dominun ato që i kemi prodhuese, është një shqetësim i bizneseve për vendimin e ZRE-s, i cili kërkon që bizneset mbi 50 punëtor ose mbi 10 milion euro që kanë çarkullim prej një qershorit të dalin në tregun e hapur. Pa të mundësi edhe zyrtarët e ZRE-s mi dëgju shqetësimet e biznesit, në këtë rast
më theksuar ishin dhe shqetësimet më të mëdha ishin te sektori i prodhimit, për arsye se dihet që dalja në treg parashifet që të ketë edhe rritje të çmimit të energjisë elektrike, ku do të ketë efekt zinxhiror te prodhuesi, do të arrit kostën e prodhimit ose kostën e produktit, i cili më pas kostot do t'i bartet konsumatorit dhe produkti jonë brenda tregut të Kosovës nuk do t'jetë konkurrent me produktin e importuar siç ka qenë deri më tani, por do t'jetë më i shtrenjtë se sa produkti importuar dhe mos të folum kështu që edhe në tregun e huaj do ta humbë mundësinë që t'jetë prezent për arsye se janë kontrata të lidhura shumë më herët me çmime të caktuara dhe në moment që ngritet çmimi ekziston friga dhe ekziston paralajmërimi që nuk do të blehet më në tregun e huaj produkti i Kosovës. Fenomeni i fletvotimeve të pavlefshme dhe të zbrasta vazhdon të shfaqet në proceset zgjedhore në Kosovë. Edhe në zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, të cilat u mbajtën më 9 shkurt 2025, u regjistruan fletvotime të tilla dhe sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, bëhet fjalë për më shumë se 27.000 sosh. Zëdhënësi KQZ Valmir Elezi ka treguar se nga numri i përgjithshëm i votuesve që votuan në vendvotimet e rregullta, vendvotimet me kusht dhe në votimin jashtë Kosovës, 2.83% e fletvotimeve ishin të pavlefshme apo të zbrasta. Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me shpalljen e rezultateve përfundimtare, nga 966.283 votues që votuan në vendvotime të rregullta me kusht apo në votimin jashtë Kosovës, u regjistruan 27.433 fletvotime të pavlefshme dhe të zbrasta. Pra, në zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, të cilat u mbajtën më 9 shkurt të vitit 2025, 2.83% e fletvotimeve janë të pavlefshme dhe të zbrasta. Nëse këto të dhëna krahasohen me ato të proceseve të kaluara zgjedhore për kuvendin e Kosovës nga viti 2007 deri në vitin 2021, pra në të cilat është aplikuar sistemi zgjedhor me lista të hapura, mund të themi se kjo mbetet përqindja më ulët e fletvotimeve të pavlefshme dhe të zbrasta. Vetëm në 2 procese zgjedhore për kuvendin e Kosovës të vitit 2001 dhe 2004, në të cilat është aplikuar sistemi zgjedhor me lista të mbyllura, pra ku votuesit kanë përzgjedhur vetëm subjektin politik, por jo edhe kandidatët për deputet, është shënuar përqindja më ulët e fletvotimeve të tilla dhe kjo ka qenë nën 2%. 8 persona janë në gjendje të rëndë dhe po trajtohen në spitalin e Sofjes në Bullgari, kështu tha drejtori i institucionit shëndetësor Valentin Dimitrov. Ai njoftoi se nga 8 pacientët e pranuar me lëndime të rënda nga zjarri në Koçan, 3 janë fëmijë 9-18 vjeç. Gjithsej 59 persona kanë vdekur dhe 155 janë lënduar nga zjarri në diskotekën në Koçan. E Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë Veriut, Arben Taravari, njoftoi se pacientët e lënduar nga zjarri në Koçan janë në gjendje përgjithsisht stabile, por 20 prej tyre janë në gjendje kritike dhe mund të kenë komplikime. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari njoftoi se pacientët e lënduar nga zjarri në Koçan janë në gjendje përgjithsisht stabile, ndërsa 20 pacientë janë në gjendje kritike dhe mund të kenë komplikime. Ai shtoi se në ditët në vijim pritet të ketë pacientë të rinj që të paraqiten për trajtim mjekësor, pasi siç theksoi, disa fare nuk ishin kërkuar ndihmë mjekësore. Ju shtetë nash povik do siteti e shtobile, vo tragičnët nastani ne se javile, gimolime, ako imat i ako nemat simptomi, da konsultira so doktorit e barem somaticit e posle da bideme izvesteni nije. Numri deri tani i pacientëve gjithsej është 135. Ministri Taravari njoftoi se 84 pacientë janë duke u trajtuar në klinikat e Shkupit, 51 pacientë të tjerë janë duke u trajtuar jashtë vendit. Deri tash në klinikat e Shkupit ka 84 pacientë. Strategjinë e kishim pak e ndryshuam, të gjithë pacientët prej Koçanit dhe Shtipit i morëm këtu, pasi që 51 pacientë tashmë janë jashtë vendit. Unë kisha desh edhe njerë të tregoj se në Turqia 9 pacientë, në Bullgari 14, në Greqi 5, në Serbi 17, në Ungari 2 dhe në Romani 4. Sot shpresoj se shkon edhe një fluks i pacientëve,
në Sloveni 4, në Kroaci 4, në Austri 6 dhe në Beograd edhe 12 pacient. Drejtori i Fondit Shëndetësor Sasho Klekovski theksoi se sistemi shëndetësor i Maqedonisë me sukses e ka përfunduar fazën e parë të përkujdesjes ndaj të lënduarve. Moram da kažem дека првата фаза на згрижување на пациентите е завршена. Сите се прифатени. Ниеден не е оставен незгрижен. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari bëri të ditur se tashmë 15 mjek nga vendet e ndryshme të botës kanë arritur në Maqedoninë e Veriut. Miru pafshim në edicionet e radhës.